Digitalizimi i pagesave po merr gjithnjë më shumë vëmendje në Shqipëri, ndërsa institucionet financiare dhe bankare të Shqipërisë po intensifikojnë përpjekjet për të edukuar qytetarët mbi përdorimin e shërbimeve elektronike. Në fokus të kësaj nisme mbetet veçanërisht gjenerata e re, e cila konsiderohet si motor kryesor i transformimit digjital të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare. Përfaqësues të Bankës së Shqipërisë theksojnë se përdorimi i pagesave elektronike nuk është vetëm një mënyrë më moderne për të kryer transaksione, por edhe një mundësi konkrete për të kursyer kohë dhe para. Sipas tyre, reduktimi i përdorimit të paraskesh dhe orientimi drejt aplikacioneve bankare, transfertave online apo pagesave përmes telefonit celular sill një ekonomi më efikase dhe me më pak kosto për qytetarët dhe bizneset. Zëvendës drejtoresha e sistemeve të pagesës, financës dhe kontabilitetit në Bankën e Shqipërisë, Valentina Semi, në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, u shpreh se edukimi financiar i brezit të ri mbetet një ndër objektivat kryesor të institucionit. Banka e Shqipërisë në masat që ka marrë në kuadër të digitalizimit të pagesave ka synim kryesor gjeneratën e re që ka përfaqësuar teknologjinë dhe mund ta përdori atë dhe në financë dhe në shërbimet financiare. Pra, sigurisht që ky brez dhe kjo gjenerat do na krijojë neve mundësinë që të përcillet të gjitha këto mesazhe dhe mase që ne kemi ndërmarrë edhe në popullatën e gjerë, duke edukuar prindrit, gjyshrit se si mund t'i përdorin këto shërbime dhe si mund të përfitojnë. Pasi ashtu si ne kemi thënë në vazhdimsi, digitalizimi sjell kursime për ekonominë. Dhe do bëja një thirrje të gjerë që ju lutem përdorni sa më shumë mjetet elektronike, pasi janë shumë më pak të kushtueshme se sa të shkuarit në deg që ju ha kohë dhe mund, ndërkohë që paguani gati 10 herë më shumë duke kryer pagesa në degët e bankave krahasuar me mjetet elektronike. Dhe përdorni gjeneratën e re që t'ju ndihmoj se si të bëhen këto lloj transaksionesh. Semi nënvizoi se digitalizimi i pagesave sjell përfitime të shumta për ekonominë shqiptare, duke reduktuar kostot operative dhe duke shmangur procedurat e gjata fizike në sportelet bankare. Ajo theksoi se qytetarët harxojnë më pak kohë dhe shmangin pritjet e gjata, ndërsa transaksionet realizohen në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Përfaqësuesja e Bankës së Shqipërisë bëri të ditur se institucioni ka ndryrë në komisionet bankare për pagesat elektronike, duke i bërë ato ndjeshëm më të lira për qytetarët. Sipas saj, në shumë raste transaksionet elektronike rezultojnë deri në 10 herë më pak të kushtueshme, krahasuar me procedurat tradicionale bankare. Ky ndryshim synon të nxjisë përdorimin më të gjerë të pagesave digjitale, jo vetëm nga të rinjt, por edhe nga bizneset e grup moshat e tjera të popullsisë. Ekspertët argumentojnë se ulja e kostove është një nga faktorët kryesor që ndikon drejt për drejt në rritjen e përdorimit të teknologjisë financiare. Po, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në komisionet e bërjes së pagesave dhe ka diferencuar në mënyrë të jashtëzakonshme transaksionet që bëhen në degët e bankave dhe ato në mënyrë elektronike, dhe ka raste që janë 10 herë më të lira kur ju transaktoni me pagesa elektronike, kështu që do ishte shumë e mirë ideja që t'i përqafoni dhe t'i përdorni këto lloj kanalesh, duke sigurisht edhe me ndihmën e brezit të ri që e njeh shumë mirë teknologjinë dhe mund t'ju ndihmojë për të fitoni nga këto facilitete. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë po punon për zgjerimin e shërbimeve të reja financiare nëpërmjet platformave elektronike. Përveç pagesave të zakonshme, fokusi tashmë është përqendruar edhe tek shërbimet të tjera, si kreditimi online dhe zhvillimi i produkteve të reja financiare, që do të mundësojnë më shumë akses dhe fleksibilitet për qytetarët. Filluar me digitalizimin e pagesave është gjëja më e prekshme për popullatën e gjerë. Ndërkohë që në vijim po punojmë edhe për digitalizimin e shërbimeve të tjera që mund të jetë kreditdhënia, investimet, por që janë shërbime më të sofistikuara. Ne duhet të familiarizohemi një herë me pagesat dhe më pas të fillojmë të përdorim këto. Procesi i digitalizimit shihet gjithashtu si një hap i rëndësishëm drejt formalizimit të ekonomisë dhe rritjes së transparencës financiare. Përmes transaksioneve elektronike reduktohet informaliteti dhe përdorimi paraskesh, ndërsa institucionet financiare arrin të ofrojnë shërbime më moderne dhe më efikase. Në një kohë kur teknologjia përndryshon me ritme të shpejta mënyrën e jetesës dhe të biznesit, institucionet financiare konsiderojnë të domosdoshëm përshtatjen e qytetarëve me realitetin e ri digjital. Synimi final mbetet krijimi një sistemi pagesash më moderne, më të sigurt dhe më të aksesueshëm për të gjithë shqiptarët.